Gjatë një darke luksoze, një biznesmen po shtëron një kameriere para të gjithëve, i sigurt për pandëshkueshmërinë e tij. Por përgjigjja e saj, e qetë dhe e vendosur, zbulon një të vërtetë që rrëzon arrogancën e tij para të gjithëve. Që nga ai moment, lind një transformim që asnjëri prej tyre nuk do ta harrojë kurrë. Përpara se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Zhurma shurdhuese e Urbanit të mbushur të linjës së Unazës kumbonte nëpër vagonet e stërmbushur, ndërsa Arta Kovaçi mbante fort në duar librin e anatomisë. Syt i digjnin nga lodhja, por ajo e detyronte veten të përqendrohej në faqet që përshkruanin sistemin kardiovaskular të njeriut. Rreth saj, dhjetëra njerëz shtyeshin në vajtje ardhje tipike të orës 6 të mbrëmjes në Tiranë, por Arta kishte mësuar të krijonte botën e saj të heshtur në mes të kaosit urban. Ajo kontrolloi orën në kyçin e dorës dhe pshertiu. Kishte ende 40 minuta udhëtim deri në stacionin e pazarit të ri, ku do të merrte autobusin që do ta çonte te Le Mirage, restoranti më luksos në zonën e bllokut. Pas 2 orësh do të shërbente pjata që kushtonin më shumë se sa fitonte nëna e saj në një javë duke pastruar zyra në qendër të qytetit. Ironia nuk I shpëtonte Artës, por ajo kishte mësuar që e vogël se jeta nuk ishte e drejtë, ishte thjesht jetë, dhe I takonte secilit të bënte më të mirën e mundshme me letrat që I jepeshin. Arta mbylli librin dhe mbështeti kokën në xhamin e avulluar të Urbanit. Përmes pasqyrimit vëzhgoi fytyrën e saj. Në moshën 23 vjeçare, mbante në sytë e saj ngjyrë kafe një përzierje kurioze të rinisë dhe pjekurisë së parakohshme. Flokët e saj gështenji ishin të lidhur në një bisht të thjeshtë, dhe edhe me lodhjen të stampuar në tipare, aty kishte një vendosmëri që buronte nga çdo por. Arta nuk ishte një vajzë e zakonshme, ishte një vajzë me një qëllim. Stacioni I sheshit Skënderbej po afrohej dhe me të një valë e re e pasagjerësh që përpiqeshin të hynin në vagonin tashmë të mbushur plot. Arta mbrojti librin në gjoks dhe u përgatit për disa minuta të tjera shtrëngimi. Ishte në këtë moment që mendja e saj gjithmonë udhëtonte drejt shtëpisë së vogël në kombinat, ku nëna e saj, Roza, me siguri po përgatiste një darkë të thjeshtë pas një dite të tërë duke fërkuar dysheme dhe pastruar banjo në ndërtesa zyrash. Roza Kovaçi e kishte rritur Artën e vetme që kur ajo ishte 5 vjeç. Babai ishte zhdukur thjesht një mëngjes, duke lënë vetëm një letër të shkruar keq ku thoshte se nuk ishte I përgatitur për përgjegjësinë e një familjeje. Roza kur nuk foli keq për të para së bijës, por Arta e ndjente dhimbjen e heshtur që nëna e saj mbante mbi supet e kërrusura nga puna e rëndë dhe zhgënjimi në dashuri. Ishte Roza ajo që mbolli te Arta faren e ambicies për arsimim. Grua me pak shkollë, por me një mençuri të pafundme, ajo I përsëriste vazhdimisht së bijës se studimi ishte e vetmja trashëgimi e vërtetë që mund t'i linte. Të dielave, kur Arta ishte ende fëmijë, Roza e merrte për të shëtitur nëpër kampusin e Universitetit të Tiranës, duke treguar ndërtesat madhështore dhe duke thënë me sy që I shkëlqenin nga shpresa se një ditë e bija do të studionte aty brenda. Dhe Arta studioi. Studioi si e çmendur. Zgjohej në 5 të mëngjesit për të rishikuar lëndët para shkollës, qëndronte deri vonë në bibliotekën publike të lagjes dhe kur arriti në gjimnaz, tashmë e dinte se donte të bëhej mjeke. Jo për famë apo para, por sepse ishte rritur duke parë nënën e saj të sëmurë nga puna e tepërt dhe pa pasur mundësi të trajtohej siç duhet. Donte të ishte mjekja që familja e saj nuk e kishte pasur kurrë. Matura shtetërore ishte një betejë epike. Arta konkuroi për një vend në fakultetin e mjekësisë të UT-s, duke u përballur me kandidatë që kishin studiuar gjithë jetën në shkolla private të shtrenjta, që kishin bërë kurse përgatitore, që flisnin anglisht rrjedhshëm dhe që kur nuk kishin pasur nevojë të punonin asnjë ditë për të ndihmuar në shtëpi. Por Arta kishte diçka që parat nuk e blinin, një uri për të fituar që vinte nga thellësia e shpirtit, nga dashuria për nënën e saj dhe nga siguria se kjo ishte shansi I saj I vetëm për të ndryshuar fatin e të dyjave. Kur dolën rezultatet dhe ajo pa emrin e saj në listën e fituesve, Arta shpërtheu në lot para kompjuterit të internet kafes së lagjes. Roza, e cila kishte shpenzuar qindarkat e fundit që kishte për të paguar aksesin në internet atë ditë, përqafoi të bien dhe ato qanë së bashku për minuta të tëra. Aty fillonte një fazë e re, por edhe sfida të reja. Universiteti publik ishte falas, por jeta universitare jo. Librat, transporti, ushqimi, strehimi, gjithçka kushtonte para që ato nuk I kishin.
Ishte atëherë kur Arta zbuloi një vend pune si kameriere te Le Mirage përmes një njoftimi në tabelën e fakultetit. Puna ishte natën, nga ora 8 deri në 2 të mëngjesit, nga e marta deri të shtunën. E përkryer për ta kombinuar me leksionet e mëngjesit. Intervista ishte poshtëruese. Menaxheri, një burr në moshë të mesme i quajtur Naim, e bëri të qartë që në fillim se Le Mirage i shërbente një klientele shumë kërkuese dhe se çdo gabim do të ishte arsye për pushim të menjëhershëm nga puna. Artës i duhej puna, kështu që gëlltiti arrogancën dhe pranoi të gjitha kushtet e imponuara, duke përfshirë uniformën që më shumë i ngjante një kostumi, fund i shkurtër, bluzë e ngushtë dhe një përparse e vogël që shërbente më shumë për zbukurim se sa për mbrojtje. Muajt e parë ishin një përshtatje e dhimbshme. Artës ju desh të mësonte të ecte me taka të larta, të mësonte përmendësh një menu komplekse me emra në frëngjisht dhe italisht dhe kryesisht të buzëqeshte edhe kur klientët e trajtonin sikur të ishte e padukshme ose, akoma më keq, sikur të ishte një objekt dekorativ. Ajo vëzhgonte kamerieret e tjera, shumica të reja si ajo, por që vinin nga realitete krejtësisht të ndryshme. Disa ishin aty vetëm për parashtesë për udhëtime apo rroba firmato. Për Artën, ajo punë përfaqësonte ndryshimin midis vazhdimit të studimeve dhe heqjes dorë nga ëndrat. Le Mirage ishte vërtet një botë më vete. I vendosur në një ndërtesë historike në zonën e bllokut, restoranti zinte 2 kate të luksit të pastër. Kristale austriake vareshin nga tavani në llambadar madhështor, tavolinat ishin prej mermerit të vërtet italian dhe takëmet ishin prej argjendit të pastër. Çdo detaj ishte menduar për të impresionuar një klientel të mësuar me më të mirën e gjithçkaje. Kuzhina drejtohej nga shefi Bernard Rousseau, një francez temperamentik që kishte punuar në restorante me yje Michelin në Paris para se të vendosej në Tiranë. Pjatat ishin vepra të vërteta arti, me çmime që e bënin Artën të mendonte sa libra mjekësie mund të blinte me vlerën e një pjate të vetme. Arta shpejt e kuptoi se ekzistonte një hierarki e rrept midis punonjësve. Kamerierët meshkuj u shërbenin tavolinave më të rëndësishme dhe merrnin bakshishet më të mira. Kamerierët e reja dhe të bukura mbeteshin me tavolinat e biznesmenëve dhe politikanëve që frekuentonin vendin për të impresionuar klientët ose për të festuar marrëveshje. Dhe Arta, sado që përpiqej, gjithmonë merrte tavolinat më pak fitimprurse. Por ajo nuk shqetësoi. Çdo kartëmonedhë që ruante në fund të natës e afronte pak më shumë me qëllimin e saj. Kishte llogaritur se i duhej të punonte të paktën 3 vjet te Le Mirage për të arritur të mbante veten derisa të diplomohej. 3 vjet buzëqeshje të detyruara, dhimbje këmbësh, kthime në shtëpi në 3 të mëngjesit për t'u zgjuar në 6 për leksione. 3 vjet që do të vlenin sa një jetë e tërë. Gjatë muajve të parë, Arta kaloi pa u vënë re nga shumica e klientëve. Ajo kishte zhvilluar një teknik për të qenë efikase pa tërhequr vëmendje, duke marrë porosit shpejt, duke shërbyer me saktësi dhe duke u zhdukur nga syt sa më shpejt të ishte e mundur. E dinte se prania e saj aty ishte thjesht funksionale dhe se sa më pak të binte në sy, aq më mirë do të ishte për të gjithë. Rosa ndiqte rutinën e së bijës me një përzierje krenarie dhe shqetësimi. E dinte se Arta po sakrifikonte më shumë se ç'duhej, duke fjetur vetëm 4 orë në natë, duke studiuar në çdo vend ku mund të gjente disa minuta të lira. Por gjithashtu njitete e bija të njëjtën vendosmëri të hekurt që ajo vetë e kishte zhvilluar për të mbijetuar vështirësive të jetës. Mëngjeset e hershme ishin momenti më sfidues për Artën. Kur më në fund arrinte në shtëpi, shumë e lodhur për të studiuar por shumë e ankthshme për të fjetur menjëherë, ajo ulej në tavolinën e vogël të kuzhinës me një gotë ujë dhe rishikonte mendërisht gjithçka që kishte mësuar gjatë ditës. Ishte rituali i saj personal, një mënyrë për t'i kujtuar vetes se gjithë kjo kishte një qëllim më të madh. Rosa shpesh zgjohej gjatë këtyre momenteve të heshtura dhe e gjente Artën të përkulur mbi ndonjë libër, duke luftuar me gjumin. Nën e bi shkëmbenin pak fjalë në këto orë, një puthje në majë të kokës, një mos harro të pushosh, bija ime, dhe kaq. Të dyja e kuptonin se ai sakrificë ishte i përkohshëm, por i domosdoshëm. Në universitet, Arta mbante një profil të ulët. Kolegët e saj vinin kryesisht nga familje të pasura dhe kishin një realitet krejtësisht të ndryshëm nga i saj. Ndërsa ata diskutonin se çfarë shkëmbimi studentor do të bënin gjatë pushimeve apo çfarë specializimi mjekësor synonin të bënin jashtë vendit, Arta llogariste sa orë pune i duheshin për të blerë librin e radhës të bibliografisë së detyrueshme. Por Arta ishte e shkëlqyer.
Edhe me të gjitha vështirësitë, notat e saj ishin gjithmonë ndër më të mirat e klasës. Ajo kishte zbuluar se përvoja e saj e jetës i jepte një perspektivë unike mbi mjekësinë. Ndërsa kolegët e saj studionin sëmundjet si koncepte abstrakte, Arta i shihte ato përmes syve të dikujt që ishte rritur në një mjedis ku shëndeti ishte një luks i paritshëm. Ishte gjatë një leksioni kardiologjie që Arta pati një epifani. Profesori shpjegonte shkaqet sociale të sëmundjeve kardiovaskulare, stresi, ushqimi i keq, mungesa e ushtrimeve fizike, puna e tepërt, dhe Arta pa menjëherë profilin e nënës së saj. Rosa paraqiste të gjithë faktorët e rrezikut, por kur nuk kishte bërë një kontroll mjekësor të duhur sepse thjesht nuk kishte para as kohë për këtë. Atë natë, Tele Mirage, Arta vëzhgoi klientët me sy të tjerë. Burra në moshë të mesme, me barkë, që konsumonin pjata të pasura me yndyrë dhe pinin verë të shtrenjtë, ndërsa diskutonin biznese me zë të lartë. Shumë prej tyre me siguri kishin sigurime shëndetësore premium, bënin kontrolle të rregullta në spitale private, kishin akses në trajtimet më të mira të mundshme. Ironia e situatës e shqetësoi thellësisht. Ishte një enjte tipike kur gjithçka filloi të ndryshonte. Arta po rregullonte tavolinat për darkë kur Naimi u afrua me një shprehje serioze në fytyrë. Eduard Berisha, një nga biznesmenët më të pasur të Tiranës, kishte rezervuar një tavolinë për 8 persona. Ishte një nga ato raste të veçanta që mobilizonin të gjithë restorantin, staf shtesë, menu speciale, shërbim i patëmet i kërkuar. Arta kishte dëgjuar për Eduard Berishën përmes gazetave. Pronar i një konglomerati kompanish që shtrihej nga ndërtimi civil deri te teknologjia, ai njihej sa për pasurinë aq edhe për personalitetin e tij shpërthyes. Në moshën 52 vjeçare, drejtonte një perandori biznesi të vlerësuar në miliarda dhe ishte i famshëm për praninë e tij frikësuese në çdo mjedis. Naimi shpjegoi se tavolina e zotit Berisha do të ndahej mes kamerierëve më me përvojë, por Arta duhet të qëndronte afër në rast se do të kishin nevojë për mbështetje. Ishte një mundësi për të vëzhguar se si funksiononte shërbimi VIP Tele Mirage, një mësim praktik se si të merreshe me elitën e biznesit Tiranas. Arta rregulloi uniformën e saj, kontrolloi nëse këpucët ishin të pastra dhe u pozicionua strategjikisht në sallë. Rreth orës 8:30, një lëvizje e pazakontë në hyrje i tërhoqi vëmendjen. Eduard Berisha kishte mbërritur, i shoqëruar nga 7 të ftuar të veshur me elegancë. Edhe nga larg, prania e tij e mbushte ambientin i gjatë, flokë thinjur të krejur në mënyrë perfekte, kostum që me siguri kushtonte më shumë se sa fitonte Arta në një vit. Grupi u drejtua drejt tavolinës më të mirë të restorantit, pranë dritareve të mëdha që ofronin një pamje panoramike të qytetit të ndriçuar. Arta vëzhgoi nga larg ndërsa ata rehatoheshin, duke vënë re se si Eduardi natyrshëm merrte pozicionin e komandës, duke bërë gjeste ndërsa fliste dhe duke qenë qartësisht qendra e vëmendjes. Ajo që Arta nuk mund ta imagjinonte ishte se, në orët në vijim, jeta e saj dhe e tij do të merrnin drejtime krejtësisht të ndryshme. Se një natë që fillonte si çdo tjetër Tele Mirage do të bëhej momenti i kthesës për të dy. Dhe se një kameriere e thjesht, studente mjekësie, ishte gati t'i jepte njërit prej burrave më të fuqishëm të vendit një mësim që ai nuk do ta harronte kurrë. Darka kishte filluar dhe me të një histori që do të ndryshonte jo vetëm dy jetë, por një perceptim të tërë mbi dinjitetin, pushtetin dhe vlerën e vërtetë të një personi. Darka Tele Mirage kishte filluar me gjithë pompozitetin e pritur për një rast të veçantë. Eduard Berisha bënte gjeste plot gjallëri ndërsa tregonte një anekdotë për blerjen e tij më të fundit të biznesit, një grup hotelesh në Rivierën Shqiptare që e kishte bler për një shumë që do t'i linte pa frymë çdo personi të zakonshëm. Të ftuarit e tij qeshnin në momentet e duhura, pajtoheshin me entuziazëm dhe vareshin nga çdo fjalë e tij sikur të ishin zbulesa hyjnore. Në tavolinë ishin të pranishëm figura të rëndësishme të skenës së biznesit Tiranas, Robert Malaj, president i një kompanie ndërtimi multinacionale, Carla Bega, drejtoresh marketingu e një prej agjencive më të mëdha të publicitetit në vend, Dr. Ferdinand Lumi, avokat i specializuar në bashkime dhe blerje, Patricia Leka, trashëgimtare e një familjeje tradicionale të industrisë tekstile, Mark Vlora, gazetar ekonomik i një prej gazetave kryesore të qarkullimit kombëtar, Lucia Fusha, drejtoresh financiare e një banke investimesh, dhe Andrea Dervishi, biznesmen i sektorit të teknologjisë. Arta vëzhgonte nga larg zhvillimin e mbrëmjes, e vëmendshme ndaj sinjaleve të kamerierëve kryesor që mund të kishin nevojë për ndihmën e saj.
Grupi dukej se po argëtoi vërtet duke konsumuar vera të shtrenjta dhe pjata të sofistikuara nga shefi Bernard. Biseda rrjedhte mes biznesit, udhëtimeve ndërkombëtare dhe komenteve mbi politikën kombëtare, gjithmonë e kalitur me atë ajër superioriteti që Arta kishte mësuar ta njihte mes frekuentuesve të restorantit. Ishte gjatë pjatës së dytë që Eduardi filloi të tërhiqte vëmendjen mbi vete në një mënyrë tjetër. Ndoshta ishte vera, ndoshta ishte thjesht personaliteti i tij natyral që po shfaqej, por ai filloi të bënte komente gjithnjë më të zhurmshme dhe provokuese për gjithçka rreth tij. Fillimisht ishin vërejtje për klientët e tjerë të restorantit, pastaj kritika ndaj qeverisë dhe më në fund, fokusi i tij u kthye te punonjësit e lokalit. Arta po rregullonte një tavolinë aty pranë kur dëgjoi Eduardin të komentonte me zë të lartë se sa interesante ishte të vëzhgoje koreografinë e shërbëtorëve gjatë një darke të rafinuar. Fjalët e tij mbanin një ton tallje që bëri disa nga të ftuarit e tij të qeshnin nervozisht. Arta bëri sikur nuk dëgjoi dhe vazhdoi punën e saj, por një ndjesi e pakëndshme filloi t'i formohej në stomak. Situata u përshkallëzua kur një nga kamerierët kryesor, Besniku, u pengua lehtësisht ndërsa shërbente verën në tavolinën e Eduardit. Nuk u derdh asgjë, shërbimi vazhdoi normalisht, por Eduardi shfrytëzoi momentin për të bërë një koment sarkastik për cilësinë e fuqisë punëtore shqiptare, që shkaktoi të qeshura të detyruara nga disa të ftuar dhe vështrime të sikletshme nga të tjerët. Artës i hipi gjaku në kokë. E njihte Besnikun prej më shumë se një viti, e dinte se ai punonte 2 turne për të mbajtur 3 fëmijë të vegjël dhe se ishte një nga punonjësit më të përkushtuar të Lemirage. Por ajo gjithashtu e dinte se vendi i saj aty nuk ishte për të mbrojtur askënd, ishte për të qëndruar e padukshme dhe për të bërë punën e saj. Naimi, menaxheri, e kishte vënë re klimën e tensionuar dhe ju afrua tavolinës së Eduardit me buzëqeshjen e tij profesionale më të sforcuar, duke ofruar falje të panevojshme dhe duke garantuar se shërbimi do të ishte i patëmet për pjesën tjetër të natës. Eduardi bëri një shenjë me përbuzje, qartësisht i kënaqur me nënshtrimin e treguar nga menaxheri dhe ktheu vëmendjen të ftuarit. Ishte atëherë kur fati vendosi të ndërhynte në mënyrë të papritur. Arta po kalonte pranë tavolinës me një tabaka me gota të pastra kur Eduardi ngriti befas krahun për të bërë një gjestë gjatë një historie, duke i rënë tabakas së saj. 3 gota ranë në 2 sheme, duke u thyer në copa të shndritshme mbi mermerin e restorantit. E gjithë salla u kthye nga skena. Arta ndjeu 10 vështrime mbi vete ndërsa u përkul shpejt për të mbledhur copat, duke kërkuar falje automatikisht. Zemra i rrite me shpejtësi, duke e ditur se çdo dëm do t'i zbritej nga paga dhe se Naimi me siguri do ta qortonte më vonë. Eduardi shikoi Artën të gjunjëzuar në 2 sheme duke mbledhur copat e xhamit dhe diçka në shprehjen e tij ndryshoi. Ndoshta ishte mundësia e përkryer për të argëtuar të ftuarit e tij me një demonstrim pushteti, ose ndoshta ishte thjesht natyra e tij dominuese që po shfaqej në një moment dobësie të tjetrit. Cila do qoftë motivimi, ajo që ndodhi më pas do të shënonte përgjithmonë jetën e të dyve. Me një zë që bëri jehon në përsall, Eduardi deklaroi me ton teatral se kjo ishte pikërisht lloji i paftësisë që ai nuk e toleronte në bizneset e tij. Ju drejtua drejt për drejt Artës, e cila ishte ende e gjunjëzuar duke mbledhur copat, dhe filloi një seri komentesh poshtëruese për njerëzit që nuk e dinë se cili është vendi i tyre në jetë dhe se si disa njerëz lindin për të shërbyer dhe të tjerë për të shërbyer. Të ftuarit u pan me njëri tjetrin të sikletosur. Marku, gazetari, instinktivisht mori celularin dhe filloi të regjistronte fshehurazi, instinkti i tij profesional e paralajmëroi se diçka e rëndësishme po ndodhte. Carla Bega uli sytë të pjata, qartësisht e zënë ngushtë. Dyre Ferdinandi u përpoq të ndryshonte temën, por Eduardi ishte i vendosur të vazhdonte shfaqjen e tij. Arta mbaroi së mbledhur i copat dhe u ngrit ngadalë, duke mbajtur kokën ulur siç kishte mësuar të bënte në situata të sikletshme. Por Eduardi nuk ishte i kënaqur me poshtërimin e heshtur. Donte më shumë. Donte një performancë të plotë për të ftuarit e tij. Ishte atëherë kur ai bëri gabimin që do të ndryshonte gjithçka. Eduardi nxori një portofol lëkure të shtrenjtë nga xhaketa dhe filloi të numëronte kartëmonedha 100 euroshe para të gjithëve. 1, 2, 5, 10 kartëmonedha. Heshtja në restorant ishte varri. Edhe bisedat në tavolinat e tjera kishin pushuar, me të gjithë të pranishmit që e kuptonin se diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Eduardi i zgjati parat Artës dhe, me një zë që pikonte arrogancë, i bëri propozimin e tij. 1000 euro. Një shumë që përfaqësonte pothuajse 2 muaj pagë të saj.
Gjithçka që duhej të bënte ishte të gjunjëzohej aty, para të gjithëve, të kërkonte falje publikisht që I kishte prishur vdarkën dhe të pranonte se ai ishte një person superior në të gjitha aspektet. I gjithë restoranti mbajti frymën. Arta ndjeu këmbët t'i dridheshin, jo nga frika, por nga një zemërim I ftohtë që filloi t'i ngjitej nga thellësia e shpirtit. Për disa sekonda që ju dukën si përjetësi, ajo shikoi fiksuar paratë e zgjatura në drejtim të saj. 1.000 euro. Para të mjaftueshme për të bler libra, për të ndihmuar nënën e saj, ndoshta edhe për të marrë disa net pushim nga restoranti për të studiuar më shumë. Por pastaj, një imazh I erdhi në mendje. Roza që zgjohej para agimit për të pastruar zyra, që kthehej në shtëpi me shpinën që I dhimbte dhe duart e çara, por gjithmonë duke e mbajtur dinjitetin të paprekur. Nëna e saj kur nuk ishte përkulur para shefave arrogant, kur nuk e kishte shitur krenarinë e saj përpara. Roza I kishte mësuar Artës se disa gjëra në jetë janë të panegociueshme dhe dinjiteti ishte në krye të asaj liste. Arta ngriti syt dhe takoi vështrimin e Eduardit. Për herë të parë atë natë, ajo e shikoi drejt për drejt. Kishte diçka në sytë e saj ngjyrë kafe që e bëri atë të tërhiqej paksa, një forcë e qetë, një vendosmëri që ai nuk priste ta gjente te një kameriere e thjeshtë. Me një zë të qetë, por që mbarte një qëndrueshmëri mbresëlënëse, Arta filloi të fliste. Tha se emri I saj ishte Arta Kovaçi, se ishte 23 vjeç dhe studente e vitit të 5 të mjekësisë në Universitetin e Tiranës. Tregoi se punonte aty prej më shumë se 2 vitesh për të paguar studimet, por se identiteti I saj nuk përmblidhej në uniformën që vishte në atë moment. Publiku ishte I hipnotizuar. Disa kamerier kishin ndaluar së punuari për të dëgjuar, klientë të tjerë pëshpërisnin mes tyre dhe të ftuarit e Eduardit dukeshin të ndarë midis sikletit dhe kuriozitetit për zhvillimin e asaj situate të pazakonshme. Arta vazhdoi duke folur për nënën e saj, një grua që kishte punuar gjithë jetën me ndershmëri dhe dinjitet, duke I mësuar së bijes se vlera e vërtetë e një personi nuk matet me llogarinë bankare, por me karakterin. Shpjegoi se ishte aty sepse besonte në arsimin si një mjet transformimi social, se ëndërronte të bëhej mjeke për të shërbyer njerëzve që, si familja e saj, nuk kishin akses të lehtë në kujdesin shëndetësor. Eduardi u përpoq ta ndërpriste disa herë, duke bërë gjeste me padurim dhe duke këmbëngulur se ajo po harronte vendin e saj, por Arta vazhdoi të fliste me një qetësi që çarmatoste çdo përpjekje për frikësim. Ajo nuk po tregohej e pasjellshme apo agresive, thjesht e vërtetë. Momenti kulmor erdhi kur Arta shikoi drejt për drejt paratë në dorën e tij dhe, me një zë që bëri jehon në të gjithë sallën, deklaroi se 1.000 euro, 1.000.000 euro apo gjithë pasuria e tij nuk do të mjaftonin për të blerë dinjitetin e saj. Tha se do të gjunjëzohej vetëm para Zotit, para nënës së saj dhe para pacientëve të saj kur të bëhej mjeke, por kur para dikujt që ngatëronte paratë me superioritetin njerëzor. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Eduardi ishte dukshëm I tronditur, duke mbajtur paratë në ajër pa ditur se çfarë të bënte. Të ftuarit e tij shmangnin ta shikonin drejt për drejt, disa qartësisht të prekur nga fjalët e Artës. Marku vazhdonte të regjistronte fshehurazi, duke kuptuar se po dëshmonte diçka historike. Arta pastaj bëri diçka që askush nuk e priste. Mori një pecet nga tavolina aty pranë, u gjunjëzua përsëri dhe mbaroi së pastruari fragmentet e fundit të xhamit që kishin mbetur në dy sheme. U ngrit, shikoi edhe një herë Eduardin dhe tha thjesht se I vinte keq për aksidentin, por se do të vazhdonte të bënte punën e saj me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. U kthye dhe filloi të ecte drejt kuzhinës me një qëndrim të drejtë që rrezatonte një fisnikëri natyrale. Çdo hap që bënte jehon në heshtjen absolute të restorantit. Kur një kameriere nuk kishte komanduar kaq shumë vëmendje të lemirage, dhe kur një mësim dinjiteti nuk ishte dhënë në një mënyrë kaq elokuente dhe të fuqishme. Eduardi mbeti aty me paratë ende të zgjatura, duke u dukur si një aktor që kishte harruar fjalët e tij në mes të një shfaqjeje teatrale. Arroganca I kishte lënë vendin një shprehje e konfuzioni dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, ai u ndiej vogël përballë dikujt që teorikisht kishte shumë më pak se ai. Dyre Ferdinandi ishte I pari që theu heshtjen, duke u kollitur dhe duke sugjeruar se ndoshta ishte koha për të porositur ëmbëlsirën. Carla Bega u pajtua shpejt, e etur për të ndryshuar fokusin e bisedës. Por atmosfera kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Të qeshurat e sforcuara të ftuarve nuk arrinin të maskonin sikletin kolektiv. Lucia, drejtoresha e bankës, e shikoi Eduardin me një shprehje që ai nuk e kishte parë kur më parë, një përzierje zhgënjimi dhe turpi.
Andrea, biznesmeni i teknologjisë, luante nervozisht me celularin, qartësisht duke dëshiruar të ishte kudo tjetër. Edhe Roberti, partneri i tij më i vjetër i biznesit, shmangte kontaktin e drejtpërdrejt me sy. Eduardi i futi parat ngadalë në xhep, duke u përpjekur të rifitonte qetësinë, por e dinte se diçka themelore kishte ndryshuar në atë moment. Dinamika e pushtetit që ai gjithmonë e kishte dominuar me lehtësi, papritur dukej se ishte përmbysur nga një vajzë e re që fitonte në një muaj atë që ai shpenzonte për një shishe të vetme vere. Në kuzhinë, Arta mbështeti duart në banakun e inoksit dhe mori frym thellë. Duart i dridheshin lehtë, jo nga frika, por nga adrenalina që ende i qarkullonte në vena. E dinte se me siguri do të pushoj nga puna para fundit të natës, por çuditërisht ndjej më e lehtë se kur më parë. Besniku, kamerieri që ishte penguar më herët, ju afrua me sytë që i shkëlqenin nga admirimi. I përshpëriti se në 15 vjet punë në restorante, kur nuk kishte parë diçka të tillë. Punonjës të tjerë ju afruan gjithashtu, disa duke i rënë lehtë në shpatull, të tjerë thjesht duke buzëqeshur me krenari. Naimi u shfaq në kuzhinë me fytyrën e kuqe nga zemërimi dhe ankthi. Filloi ta qortonte Artën me të bërtitura, duke i thënë se kishte shkatëruar reputacionin e restorantit dhe se do të pushoi menjëherë nga puna. Por zëri i tij u mbyt nga punonjësit e tjerë që, për herë të parë, u bashkuan në mbrojtje të një kolegeje. Ndërkohë, në sallë, Marku po finalizonte fshehurazi regjistrimin e tij dhe po e ngarkonte video në cloud. Instinkti i tij gazetaresk kishte kapur diçka të veçantë, diçka që të i kalonte një diskutim të thjeshtë mes klientit dhe punonjësit. Kishte dëshmuar një moment të së vërtetës së pastër, një mësim dinjiteti që meritonte të ndahej me botën. Eduardi u përpoq të rifitonte kontrollin e situatës, duke porositur më shumë verë dhe duke sforcuar biseda për biznese, por magjia e mbrëmjes ishte humbur plotësisht. Të ftuarit e tij merrnin pjesë në biseda në mënyrë mekanike, qartësisht të ndikuar nga ajo që kishin dëshmuar. Imazhi i kamerieres së re që fliste me kaq elokuencë dhe guxim vazhdonte të bënte jehon në mendjen e të gjithëve. Patricia, trashëgimtarja e industrisë tekstile, nuk pushonte së menduari për historinë e nënës pastruese që Arta kishte treguar. Carla reflektonte se sa herë i kishte injoruar punonjësit në kompaninë e saj, duke i trajtuar sikur të ishin të padukshëm. Dyre Ferdinandi pyeste veten se sa padrejtësi kishte dëshmuar në heshtje gjatë karrierës së tij. Darka përfundoi në mënyrë të papritur dhe të sikletshme. Eduardi këmbënguli të paguante faturën shpejt dhe të largohej sa më parë nga restoranti, por e dinte se nuk do të arrinte ta fshinte nga kujtesa atë që kishte ndodhur. Për herë të parë pas shumë kohësh, dikush kishte parë përtej llogarisë së tij bankare dhe kishte parë njeriun që ai ishte vërtet, dhe me sa dukej, nuk i kishte pëlqyer ajo që kishte parë. Kur grupi më në fund u largua nga Le Mirage, i gjithë restoranti dukej se pëshertiu i lehtësuar. Artën e thirrën në zyrën e Naimit, e përgatitur për të marrë pushimin nga puna, por gjeti një situatë të papritur. Disa punonjës ishin mbledhur dhe kishin kërcënuar se do të bënin grevë nëse ajo do të pushojë. Vetë shefi Bernard, i cili rrallë përfshihej në çështje administrative, kishte deklaruar se do ta konsideronte pushimin e Artës si një thyrje personale. Naimi ishte midis dy zjarreve. E dinte se Eduardi ishte një klient i rëndësishëm, por gjithashtu e kuptonte se Arta kishte fituar diçka të rrallë në botën e shërbimeve, respektin e sinqert të kolegëve të saj. Vendosi ta mbante Artën në punë, por e paralajmëroi se çdo incident tjetër do të rezultonte në pushim të menjëhershëm. Arta falënderoi me mirësjellje dhe u kthye në shtëpi atë natë me një ndjesi të çuditshme se kishte kaluar një vit të padukshme. Nuk e dinte ende se, brenda pak orësh, jeta e saj do të merrte një drejtim krejtësisht të ndryshëm. Se ato pak minuta guximi përballë një biznesmeni arrogant do të ishin katalizatori i një transformimi që do të ndikonte jo vetëm ekzistencën e saj, por edhe atë të një njeriu që kishte mësuar të ngatëronte pushtetin me vlerën njerëzore. Videoja e Markut tashmë po ngarkohej në internet, gati për t'i treguar botës se ndonjëherë fisnikëria e vërtet nuk ka të bëjë me tituj apo para, por me guximin për të qëndruar në këmbë kur gjithçka komploton që ti të gjunjëzohesh. Arta u zgjua mëngjesin tjetër me një ndjesi të çuditshme në gjoks, sikur diçka themelore të kishte ndryshuar gjatë natës. Ishte ora 6 e mëngjesit të së premtes, dhe ajo duhej të ishte në universitet pas 2 orësh për leksionin e kirurgjisë kardiovaskulare. Por, ndryshe nga ditët e tjera, nuk arrinte të përqendrohej në librat që normalisht i studionte gjatë mëngjesit. Rosa po përgatiste kafen kur vuri re se e bija duke ndryshe.
Kishte diçka në qëndrimin e artës, një qetësi që nuk e shite prej shumë kohësh. Gjatë mëngjesit të thjesht, bukë me gjallë dhe kafe të zezë, Arta i tregoi nënës për ngjarjet e natës së kaluar. Çdo fjalë ishte zgjedhur me kujdes, por Roza mund ta ndjente emocionin pas rrëfimit të përmbajtur të së bijës. Kur Arta mbaroi së treguari për konfrontimin me Eduard Berishën, Roza qëndroi në heshtje për minuta të tëra. Pastaj u ngrit nga tavolina e vogël e kuzhinës, përqafoi të bijën dhe i pëshpëriti në vesh se ishte krenare që e kishte rritur. I tha se Arta kishte bërë pikërisht atë që ajo do të bënte në një situatë të ngjashme, dhe se asnjë sasi parash në botë nuk do të vlente më shumë se dinjiteti që ato kishin ndërtuar së bashku gjatë viteve. Në të njëjtin moment, rreth 15 kilometra larg, Eduard Berisha po kalonte një mëngjes shumë të ndryshëm. Kishte mbërritur në shtëpi natën e kaluar në një gjendje agjitimi që nuk arrinte ta shpjegonte plotësisht. Piu 2 whisky para se të arrinte të flinte, por gjumi kishte qenë i shqetësuar, i trazuar nga ëndra të çuditshme ku një kameriere e re fliste me një elokuencë që e linte pa fjalë. Eduardi jetonte vetëm në një apartament pa pafingo në zonën e liçenit artificial, një hapësirë prej 400 metrash katror e dekoruar nga një prej arkitekteve më të njohura të Tiranës. Gjithçka aty merrte frymë luksi dhe ekskluziviteti, por atë mëngjes, kur u zgjua dhe pa nga dritarja panoramike që tregonte të gjithë qytetin, ai u ndje çuditërisht bosh. Rutina e tij e mëngjesit përfshinte gjithmonë leximin e gazetave kryesore ekonomike, ndërsa pinte një kafe të përgatitur nga pastruesja e tij, zonja Carmen, e cila punonte për të prej më shumë se 10 vitesh. Por atë ditë, edhe pse përpiqej të përqendrohej në lajmet për tregun financiar, mendja e tij vazhdonte të kthehej te ngjarjet e natës së kaluar. Imazhi i Artës duke folur për nënën e saj pastruese e shqetësonte në një mënyrë që nuk arrinte ta racionalizonte. Eduardi ishte rritur në një familje të shtresës së mesme të lartë, biri një industrialisti të suksesshëm, dhe gjithmonë e kishte konsideruar ngjitjen e tij sociale si diçka të natyrshme dhe të merituar. Kur nuk ishte ndalur të mendonte vërtet për njerëzit që shërbenin në restorante, pastronin zyra apo punonin në pozicione që ai i konsideronte më të ulta. Reflektimet e tij të mëngjesit u ndërpren nga tingulli këmbëngulës i telefonit. Ishte Robert Malaj, partneri i tij i biznesit që kishte qenë i pranishëm në darkën e natës së kaluar. Zëri i Robertit tingëllonte i tensionuar, pothuajse urgjent, duke i kërkuar Eduardit të kontrollonte rrjetet e tij sociale menjëherë. Kishte diçka që ai duhej ta shite. Eduardi nuk ishte shumë aktiv në rrjetet sociale, ja linte këtë detyrë ekipit të tij të marketingut, por hapi aplikacionin e Instagramit në celularin e tij dhe menjëherë e kuptoi se diçka nuk shkonte. Kishte dhjetëra njoftime, qindra mesazhe private dhe emri i tij po përmendej në postime që fillimisht nuk arrinte t'i kuptonte. Ishte atëherë kur gjeti videon. Mark Vlora, gazetari që kishte qenë i pranishëm në darkë, kishte postuar regjistrimin e plotë të konfrontimit me Artën. Videoja tashmë kishte më shumë se 50.000 shikime dhe po shpërndahej me shpejtësi. Mbishkrimi ishte i thjeshtë, por shkatërues, kur dinjiteti takon arrogancën. Një mësim jete që të gjithë duhet ta shohim. Eduardit i ngriu gjaku në vena ndërsa shihte veten duke i ofruar para Artës që të gjunjëzoi. Pa arrogancën e tij të pasqyruar në mënyrë të papërpunuar dhe pa filtra, dëgjoi zërin e tij duke pikuar përbuzje dhe superioritet. Por ajo që e tronditi vërtet ishte kur pa Artën duke u përgjigjur me kaq elegancë dhe qëndrueshmëri. Në ekranin e celularit, ajo dukej shumë më dinjitoze dhe fisnike se ai. Komentet në video ishin një masakër. Njerëz nga të gjitha shtresat shoqërore po shprehnin indinjat për sjelljen e tij, duke ndarë historitë e tyre të poshtërimit në punë dhe duke lartësuar guximin e Artës. Disa komente ishin veçanërisht të dhimbshme, duke e krahasuar atë me biznesmen të tjerë të njohur për sjellje abuzive dhe duke vënë në dyshim se si dikush me kaq shumë fuqi ekonomike mund të kishte kaq pak klasë. Eduardi u përpoq t'i telefononte Markut, duke kërkuar që videoja të hiqej, por gazetari ishte i drejt për drejt duke pohuar se bëhej fjalë për interes publik dhe se nuk do ta tërhiqte publikimin. Shpjegoi se, si gazetar, kishte detyrimin të tregonte sjellje që pasqyronin çështje sociale më të gjera, veçanërisht kur vinin nga figura publike me ndikim. Ndërsa Eduardi përballej me krizën e tij të parë reale të imazhit, Arta ishte në universitet duke ndjekur leksionin e kirurgjisë kardiovaskulare, plotësisht e pavetëdijshme për uraganin digjital që po formohej rreth saj.
Kolegët e saj të klasës dukeshin të trazuar, duke përshpëritur mes tyre dhe duke parë celularet, por Arta ishte e përqendruar në shpjegimet e profesorit mbi teknikat e bypassit koronar. Ishte gjatë pushimit mes leksioneve që gjithçka ndryshoi edhe për Artën. Fiona, një kolege klase, ju afrua me celularin në dorë dhe një shprehje habie në fytyrë. E pyeti nëse Arta e kishte parë videon që po bëhej virale për një kameriere që kishte përballur një biznesmen milioner. Arta u përgjigj se jo, duke imagjinuar se ishte thjesht një nga videot e shumta që qarkullonin çdo ditë në rrjetet sociale. Kur Fiona i tregoi videon, Arta ndjeu sikur toka i ishte zhdukur nën këmbë. Ishte ajo. Ishte zëri i saj duke folur për dinjitetin, ishin fjalët e saj për nënën, ishte qëndrimi i saj i patundur përballë Eduard Berishës. Dhe e gjithë bota po e shite. Brenda pak minutash, Arta ishte e rrethuar nga kolegë klase që e kishin njohur në video. Disa shprehnin admirim për guximin e saj, të tjerë bënin pyetje se si ishte të punojë te Le Mirage, dhe të gjithë donin të dinin se si ndihej ajo në lidhje me ekspozimin e papritur. Arta u ndje e ekspozuar dhe e pambrojtur në një mënyrë që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Videoja vazhdonte të fitonte terren gjatë ditës. Influencer digital filluan të komentonin mbi rastin, gazetarët kërkonin intervista dhe madje edhe politikanët e përdorën episodin për të folur për pabarazinë sociale. Arta Kovaçi, e cila kishte kaluar 2 vjet duke u përpjekur të mbetej e padukshme te Le Mirage, papritur u bë fytyra e një diskutimi kombëtar mbi dinjitetin dhe të drejtat e punëtorëve. Eduardi, nga ana tjetër, po përballej me pasoja më të menjëhershme dhe të rënda. Zyra e tij e shtypit u bombardua me kërkesa për intervista dhe deklarata. Klientët korporativ filluan të telefononin duke pyetur nëse donin të vazhdonin të bënin biznes me dikë që i trajtonte punonjësit në mënyrë kaq mos respektuese. Aksionet e kompanive të tij kryesore filluan të binin në bursë. Ajo që e lëndoi më shumë Eduardin ishte reagimi i njerëzve të afërt me të. Lucia, drejtoresha e bankës që kishte qenë e pranishme në darkë, telefonoi për të anuluar një takim të rëndësishëm që kishin caktuar për javën e ardhshme. Carla Bega, nga agjencia e publicitetit, i dërgoi një mesazh formal duke e informuar se agjencia e saj nuk mund t'i përfaqësonte më kompanitë e tij për shkak të konflikteve të vlerave korporative. Por telefonata që e tronditi më shumë ishte nga nëna e tij, zonja Helena, një zonjë 75 vjeçare që jetonte në një vilë në Petrel. Ajo e kishte parë videon përmes një mbes që ia tregoi në celular dhe i telefonoi Eduardit me një zë që ai nuk e dëgjonte prej shumë kohësh, zëri i nënës së zhgënjur që ai e kishte njohur në fëmijëri kur bënte diçka të gabuar. Zonja Helena nuk bërtiti dhe nuk bëri akuza dramatike. Thjesht tha se nuk e njihte djalin që kishte rritur te njeriu që pa në video. Tregoi se kishte kaluar natën duke kujtuar se si ishte Eduardi kur ishte fëmijë, një djalë i ndjeshëm që qante kur shihte padrejtësi dhe që gjithmonë mbronte shokët më të dobët në shkollë. E pyeti kur dhe pse ishte bërë dikush i aftë të poshtëronte një vajzë të re punëtore. Biseda me nënën e tij ishte pika e kthesës për Eduardin. Për herë të parë pas vitesh, ai u detyrua të shihte veten pa filtrat e suksesit, të parave dhe të pushtetit. Njeriu që vëzhgonte në pasqyrën e papafingos së tij luksoze nuk ishte i njëjti që nëna e tij e kishte rritur me kaq shumë dashuri. Diku gjatë rrugës së pasurisë dhe suksesit, ai kishte humbur diçka thelbësore të njerëzimit të tij. Ndërkohë, Arta po zbulonte se fama e papritur sillte komplikime të papritura. Gazetarët filluan të shfaqeshin në universitet dhe te Le Mirage duke e kërkuar atë. Disa donin intervista, të tjerë donin vetëm të konfirmonin detaje rreth jetës së saj. Vëmendja ishte intensive dhe e pakëndshme për dikë që ishte mësuar të jetonte në prapasken. Spitali ku Arta bënte punë vullnetare gjithashtu u kërkua nga shtypi. Dr. Ricard Malasi, drejtori mjekësor që mbikëqyrte studentët vullnetar, e kishte parë videon dhe ishte impresionuar jo vetëm nga guximi i Artës, por edhe nga artikulimi i fjalëve të saj për mjekësinë dhe shërbimin social. Ai kishte njohur shumë studentë të shkëlqyer gjatë karrierës së tij, por pak prej tyre tregonin një kuptim kaq të thellë të përgjegjësisë sociale të mjekësisë. Ishte Dr. Malasi ai që mori iniciativën t'i telefononte Artës atë pasdite, duke i kërkuar që të paraqitej në spital ditën tjetër për një bisedë të rëndësishme. Ai nuk e zbuloi arsyen në telefon, por kishte diçka në zërin e tij që e bëri Artën të ndjente se nuk bëhej fjalë vetëm për punën e rregullt vullnetare.
Eduardi kaloi pjesën tjetër të ditës duke marrë telefonata nga ekipi i tij i marrëdhënieve me publikun, duke u përpjekur të hartonte një strategji për të frenuar krizën e imazhit. Reagimi i tij i parë ishte të konsideronte procese gjyqësore, përpjekje për të hequr videon ose fushata për të zvogëluar ndikimin. Por, sa herë që e shite përsëri videon, kuptonte se çdo përpjekje për të sulmuar artën vetëm do të konfirmonte imazhin negativ që ishte krijuar për të. Në mbrëmje, Eduardi u gjend vetëm në papafingon e tij, duke parë qytetin e ndriçuar përmes dritareve panoramike. Normalisht, ajo pamje e bënte të ndihej i fuqishëm, si një mbret që vëzhgonte mbretërinë e tij. Por atë natë, gjithçka që arrinte të shihte ishin miliona njerëz që jetonin jetët e tyre, punonin fort, luftonin për dinjitet dhe respekt, njerëz si Arta, njerëz si nëna e saj, njerëz që ai kishte injoruar ose përbuzur gjatë gjithë trajektores së tij të suksesit. Arta gjithashtu kaloi një natë të shqetësuar, por për arsye të ndryshme. Roza e kishte parë videon në celularin e një fqinjeje dhe erdhi në shtëpi e emocionuar dhe e shqetësuar në të njëjtën kohë. E emocionuar që shihte të bien duke mbrojtur vlerat që ajo ishte përpjekur t'i mësonte, por e shqetësuar për ekspozimin dhe pasojat e mundshme negative. Nën e bi biseduan deri vonë atë natë, të ulura në dhomën e vogël të ndenjes së shtëpisë së tyre në kombinat. Roza ndau histori nga jeta e saj, momente kur ishte përballur me shefa të vështirë dhe situata poshtëruese, por gjithmonë duke u përpjekur të ruante dinjitetin të paprekur. Arta kuptoi se forca që kishte treguar në restorant nuk ishte vetëm e saja, ishte një trashëgim i brezash grash punëtore që kishin refuzuar të përkuleshin para arrogancës së të tjerëve. Mëngjesin tjetër, të shtunën, videoja tashmë kishte kaluar 500.000 shikime dhe po komentohej në emisione televizive. Eduardi u zgjua për të zbuluar se historia e tij ishte në faqen e parë të 2 prej gazetave kryesore të vendit. Titujt ishin shkatërues, çmimi i arrogancës dhe kur parat nuk blejnë dinjitet. Arta, nga ana tjetër, u zgjua për një mëngjes që do të ndryshonte përgjithmonë drejtimin e jetës së saj akademike dhe profesionale. Takimi me Malasin në spital do të zbulonte mundësi që ajo nuk I kishte imagjinuar kurrë të mundshme. Eduardi gjithashtu do të duhej të merrte vendime themelore se kush donte të ishte prej atij momenti e tutje. Videoja ishte bërë më shumë se një regjistrim I thjesht I një momenti të sikletshëm, ishte shndërruar në një katalizator për ndryshime të thella në jetën e të 2 protagonistëve. Arta do të zbulonte se ndonjëherë guximi për të mbrojtur vlerat tona mund të hapë dyrë të papritura. Eduardi do të mësonte se fuqia e vërtet nuk vjen nga aftësia për të poshtëruar të tjerët, por nga aftësia për të njohur gabimet tona dhe për të punuar për t'i korrigjuar ato. Qyteti I Tiranës, me kontrastet e tij ekstreme të pasurisë dhe varfërisë, me historitë e tij të luftës dhe të kalimit, kishte dëshmuar një tjetër kapitull në betejën e përjetshme midis dinjitetit dhe arrogancës. Dhe këtë herë, dinjiteti kishte fituar në mënyrë të padiskutueshme, duke bërë jehon përmes rrjeteve sociale dhe duke prekur zemrat e miliona njerëzve që gjithashtu luftonin çdo ditë për të ruajtur dinjitetin e tyre të paprekur në një botë që jo gjithmonë e vlerëson mirësjelljen njerëzore. Qendra spitalore universitare Nën Tereza ishte veçanërisht e zënë atë mëngjes të shtune kur Arta mbërriti për takimin e saj me Ricard Malasin. Ajo kishte kaluar natën e kaluar duke u përpjekur të imagjinonte se çfarë mund të donte të diskutonte me të drejtori mjekësor, duke lëkundur mes shpresës dhe ankthit. Përhapja e videos ende e bënte të ndihej e sikletosur, por një pjesë e saj ndjente se diçka e rëndësishme do të ndodhte. Malasi ishte një burr 62 vjeçar, me flokë të thinjur dhe sy të butë që frymëzonin besim të menjëhershëm. Kishte kushtuar më shumë se 30 vjet të jetës së tij mjekësisë publike dhe njihej jo vetëm për kompetencën e tij teknike, por edhe për mënyrën e humanizuar me të cilën trajtonte si pacientët ashtu edhe studentët. Ai kishte ndjekur punën vullnetare të Artës në 8 muajt e fundit dhe ishte impresionuar nga përkushtimi dhe ndjeshmëria e saj në kujdesin ndaj pacientëve më në nevojë. Arta trokiti në derën e zyrës së Dr. Malasit saktësisht në orën 9 të mëngjesit. Kur hyri, gjeti jo vetëm drejtorin mjekësor, por edhe 2 persona të tjerë që nuk I njihte, Dr. Claudia Kovaci, koordinatore e programit të bursave të ekselencës së universitetit, dhe Prof. John Hyseni, zëvendës rektor akademik I UT-s. Dr. Malasi e ftoi Artën të ulej dhe filloi bisedën duke shpjeguar se e kishte parë videon që po qarkullonte në rrjetet sociale. Arta ndjeu fytyrën t'i skuqej duke u përgatitur për ndonjë lloj qortimi për ekspozimin publik të universitetit përmes pozicionit të saj si studente.
por ajo që dëgjoi më pas ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo që priste. Durrëmalasi tha se ishte thellësisht i impresionuar jo vetëm nga guximi i treguar nga Arta, por kryesisht nga elokuenca me të cilën ajo kishte folur për mjekësinë, përgjegjësinë sociale dhe qëllimin e vërtetë të profesionit të mjekut. Shpjegoi se, në më shumë se 3 dekada duke trajtuar student, rrallë kishte takuar dikë që e kuptonte kaq thellë thelbin humanitar të mjekësisë. Durë Claudia pastaj mori fjalën, duke shpjeguar se universiteti kishte krijuar një program të veçantë bursash ekselence të destinuar për studentët që kombinonin performancën akademike të jashtëzakonshme me demonstrimin e qartë të angazhimit social. Arta ishte përzgjedhur për të marrë pjesë në këtë program, i cili përfshinte jo vetëm mbështetje të plot financiare për studimet e saj, por edhe një bursë jetese që do t'i lejonte asaj të përkushtohej ekskluzivisht ndaj studimeve dhe aktiviteteve mjekësore. Arta ndjeu lotët t'i formoheshin në sy ndërsa përpunonte informacionin. Bursa nënkuptonte se ajo mund të linte punën te Lemirage, t'i përkushtohej plotësisht studimeve dhe ende të kishte mundësi të ndihmonte financiarisht nënën e saj. Ishte më shumë se sa kishte ëndërruar në momentet e saj më optimiste. Prof. John Hyseni shtoi se universiteti do të dëshironte ta ftonte atë të ishte ambasadore studentore e programit, duke ndarë historinë dhe përvojën e saj me studentë të tjerë me prejardhje modeste që hynin në universitet. Shpjegoi se historia e saj kishte prekur jo vetëm komunitetin akademik, por gjithë shoqërinë dhe se ajo mund të ishte një frymëzim për të rinjt që përballeshin me vështirësi të ngjashme. Arta e pranoi propozimin me mirënjohje, por edhe me përgjegjësinë që ndjente për peshën e mundësisë. E dinte se historia e saj ishte bërë publike në mënyrë të papritur, por tani kuptonte se mund ta përdorte këtë ekspozim për diçka pozitive, për t'u treguar të rinjve të tjerë se arsimi ishte vërtet një rrugë e mundshme e transformimit social. Ndërsa Arta jetonte këtë moment transformues në spital, Eduardi po kalonte rrugëtimin e tij të reflektimit në një vend shumë të ndryshëm. Kishte vendosur të vizitonte nënën e tij në vilën në Petrel, një udhëtim që nuk e bënte prej gati një viti. Prona rurale prej 15 hektarësh ishte blerë nga babai i tij në vitet 70 si një strehë nga jeta e zhurmshme e Tiranës, dhe Eduardi kishte kaluar shumë fundjava të lumtura atje gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës së tij. Zonja Helena po kujdesej për trëndafilat e saj kur pa makinën e të birit që po vinte nga rruga e pasfaltuar. Në moshën 75 vjeçare, ajo ruante të njëjtën energji dhe vendosmëri që kishte përdorur për të rritur Eduardin dhe 2 motrat e tij. Kishte qenë mësuese fillore për 40 vjet dhe gjithmonë kishte qenë një grua me parime të forta dhe vlera të patundura. Takimi mes nënës dhe djalit ishte fillimisht i tensionuar. Eduardi u përpoq të minimizonte përhapjen e videos, duke pretenduar se situata ishte shtrembëruar nga mediat, por zonja Helena nuk u la të bindej. Me qëndrueshmërinë e butë që e kishte karakterizuar gjithmonë, ajo i tha të birit se e kishte parë videon disa herë dhe se nuk kishte asnjë shtrembërim të mundshëm që të justifikonte sjelljen që ai kishte treguar. Të ulur në verandën e shtëpisë së fshatit, me pamje nga kullotat e gjelbra dhe liçeni artificial që babai i tij kishte ndërtuar, nën e bir patën një nga bisedat më të sinqerta që kishin ndarë në dekada. Zonja Helena tregoi histori nga fëmijëria e Eduardit që ai kishte harruar, momente kur ai tregonte ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj njerëzve më pak të favorizuar, indinjatën e tij të natyrshme përballë padrejtësive dhe dëmshurinë e tij të sinqertë për ata që vuanin. Eduardi kujtoi një episod të veçantë që nëna e tij përmendi. Në moshën 12 vjeçare, ai kishte përdorur të gjitha paratë e tij të kursyra për të blerë ilaçe për djalin e një pastrueseje që punonte në shtëpinë e familjes. Fëmia ishte i sëmur dhe nëna nuk kishte mundësi të paguante trajtimin. Eduardi jo vetëm që bleu ilaçet, por gjithashtu bindi prindërit e tij të ndihmonin financiarisht familjen. Zonja Helena e pyeti të birin se kur dhe pse e kishte humbur këtë dëmshuri të natyrshme. Eduardi u përpoq të shpjegonte se bota e biznesit ishte ndryshe, se suksesi kërkonte një qëndrim më të ashpër, por justifikimet e tij tingëllonin të zbrazta edhe për veten e tij. Për herë të parë pas vitesh, ai i lejoi vetes të pyeste nëse çmimi i suksesit financiar kishte qenë shumë i larë. Biseda u zgjat gjatë gjithë pasdites. Zonja Helena tregoi për vështirësitë që ajo dhe i shoqi kishin hasur për të ndërtuar një jetë të denjë, për vlerat që ishin përpjekur t'ua transmetonin fëmijëve dhe për zhgënjimin që ndjeu kur pa njeriu në të cilin Eduardi ishte shndërruar. Nuk ishin fjalë dënimi, por të një nëne që shite potencialin e shpengimit të i biri dhe donte ta ndihmonte të gjente rrugën e kthimit te vetja.
Eduardi kaloi natën në vil, diçka që nuk e bënte prej vitesh. Fjeti në të njëjtën dhomë të adoleshencës së tij, duke parë tavanin ku ende ishin ngjitur disa yje fosforescent që I kishte vënë atje në moshën 15 vjeçare. Thjeshtësia e atij mjedisi kontrastonte në mënyrë drastike me luksin e papafingos së tij në Tiranë, por I solli një paqe që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Mëngjesin e së dielës, Eduardi u zgjua herët dhe eci nëpër pronë, duke rivizituar vendet e fëmijërisë së tij. Në liçenin e vogël, kujtoi pasditet duke peshkuar me teatrin, I cili gjithmonë I shfrytëzonte këto momente për të dhënë mësime mbi karakterin dhe integritetin. Në kopshtin që mbante nëna e tij, kujtoi mëngjeset duke ndihmuar në kujdesin për bimët dhe duke mësuar për durimin dhe punën e palodhur. Ishte gjatë kësaj shëtitjeje meditative që Eduardi mori një vendim që do të ndryshonte drejtimin e jetës së tij. I telefonoi Robert Malajt, partnerit të tij të biznesit, dhe I kërkoi të riprogramonte të gjitha takimet e javës së ardhshme. Shpjegoi se I duhej kohë për të rishikuar disa çështje personale dhe profesionale. Roberti, I cili e njihte Eduardin prej më shumë se 20 vitesh, e kuptoi se diçka themelore kishte ndryshuar në zërin e partnerit të tij. Zonja Helena përgatiti një drekë të thjeshtë, oriz, fasule, pul fshati dhe sallat nga kopshti, dhe biseduan për planet e ardhshme. Eduardi foli për mundësinë e krijimit të një programi social përmes kompanive të tij, diçka që mund të bënte vërtet një ndryshim në jetën e njerëzve si Arta. Nëna e tij dëgjoi me vëmendje dhe, për herë të parë pas vitesh, pa një shkëlqim të sinqert në sytë e të birit. Ndërsa Eduardi po kalonte këtë transformim të brendshëm në vilën e nënës së tij, Arta po përjetonte ndryshime praktike të rëndësishme në jetën e saj. Të dielën pasdite, ajo I kishte komunikuar Naimit vendimin e saj për të lënë punën te Le Mirage. Biseda ishte më e qetë se sa priste, menaxheri duke I lehtësuar që nuk do t'i duhej të merrej me ekspozimin mediatik që prania e Artës po I sillte restorantit. Arta gjithashtu kaloi fundjavën duke biseduar gjatë me Rozën për ndryshimet që do të vinin. Nëna e saj ishte e emocionuar dhe krenare, por edhe e shqetësuar për ekspozimin publik që historia kishte sjellë. Roza kishte punuar gjithë jetën në prapasken, gjithmonë duke preferuar diskrecionin, dhe tashite të bien në qendër të vëmendjes e bënte të ndihej ankthshme. Por Roza gjithashtu e kuptonte se ajo ishte një mundësi unike për Artën që t'i përkushtohej plotësisht studimeve dhe të realizonte ëndrrën që ato kishin ndarë për kaq shumë vite. Biseduan se si do ta përdornin bursën e jetesës në mënyrë të përgjegjshme, duke planifikuar çdo qindark për të maksimizuar përfitimin jo vetëm për Artën, por edhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së të dyjave. Të hënën, Arta u paraqit në universitet me një ndjesi krejtësisht të re. Për herë të parë në 2 vjet nuk ishte e raskapitur nga puna e natës. Kishte fjetur 8 orë të plota dhe ishte zgjuar e pushuar. Ndryshimi në disponimin dhe aftësinë e saj për t'u përqendruar ishte I menjëhershëm, ajo arrinte t'i përthithte informacionet e leksioneve me një qartësi mendore që nuk e përjetonte prej shumë kohësh. Kolegët e saj të klasës e pritën me një përzierje admirimi dhe kurioziteti. Disa ju afruan për ta përgëzuar për guximin e treguar në video, të tjerë për të pyetur për përvojat e saj në botën e punës. Arta e kuptoi se, në një farë mënyre, historia e saj kishte krijuar një urë midis realiteteve të ndryshme socioekonomike brenda universitetit. Eduardi, nga ana tjetër, u kthye në Tiranë të hënën me një perspektivë krejtësisht të ndryshme për bizneset dhe jetën e tij. Ndalesa e tij e parë nuk ishte në Zyrë, por në selinë e Institutit Social të Kishës së Tiranës, ku kishte vendosur të kërkonte këshilla se si të krijonte një program të vërtetë të përgjegjësisë sociale. Takimi ishte me motrën Teresa, një murgesh 70 vjeçare që ja kishte kushtuar jetën projekteve sociale në periferi të Tiranës. Eduardi shpjegoi qëllimet e tij, duke pranuar se nuk kishte përvojë në punën sociale të vërtetë, por se donte të mësonte të bënte ndryshim në mënyrë autentike. Motra Teresa, e cila kishte parë shumë biznesmen që përpiqeshin të pastrojnë imazhin e tyre përmes projekteve sociale sipërfaqësore, fillimisht u tregua skeptike. Por diçka në sinqeritetin e Eduardit e bëri të besonte se ai ishte vërtet I interesuar për ndryshim. Motra Teresa I sugjeroi Eduardit të kalonte disa javë duke vizituar projekte sociale ekzistuese, duke njohur nga afër realitetin e komuniteteve në nevojë dhe duke kuptuar se cilat ishin nevojat reale para se të mendonte të krijonte ndonjë program të ri. Shpjegoi se shumë përpjekje filantropike dështonin sepse biznesmenët krijonin zgjidhje për probleme që nuk I kuptonin siç duhet.
Eduardi e pranoi sugjerimin dhe filloi një program intensiv vizitash në ujq, kopshte komunitare, qendra shëndetësore në periferi dhe projekte arsimore në lagje të varfra. Në çdo vend, ai gjeti njerëz të përkushtuar që punonin me burime të kufizuara për të bërë ndryshim në jetën e të tjerëve. Shumë nga këta punonjës social kishin histori të ngjashme me atë të artës, njerëz që kishin tejkaluar vështirësitë përmes arsimit dhe tani ja kushtonin jetën ndihmës së të tjerëve për të bërë të njëjtën gjë. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave në një shkollë komunitare në kombinat, çuditërisht e njëjta lagje ku jetonin Arta dhe Roza, që Eduardi pati një zbulim të rëndësishëm. Njohu mësuese Marianën, një edukatore 35 vjeçare që ishte rritur në atë komunitet dhe ishte kthyer për të dhënë mësim pasi u diplomua në pedagogji në YT. Mësuese Mariana e tregoi historinë e saj me pasion dhe mirënjohje. Bie një nënë beqare që punonte si pastruese, ajo kishte arritur të studionte fal mësuesve të përkushtuar dhe programeve të bursave. Pasi u diplomua, refuzoi oferta pune në shkolla private me paga të mira për t'u kthyer në komunitetin e saj dhe për të ndihmuar fëmijët e tjerë të kishin të njëjtat mundësi që kishte pasur ajo. Eduardi e kuptoi se ishte përballë një versioni më të pjekur të artës, dikush që kishte tejkaluar vështirësi të ngjashme dhe kishte zgjedhur të përdorte suksesin e saj për të ngritur të tjerët. Ishte në atë moment që ai e kuptoi se çdo program social që do të krijonte duhej të drejtohej nga njerëz si mësuese Mariana dhe Arta, njerëz që i njihnin nga afër realitetet që synonin të transformonin. Të njëjtën e asaj jave, Eduardi mori një vendim të rëndësishëm. I telefonoi Artës përmes universitetit duke i kërkuar të bisedonin personalisht. Arta fillimisht hezitoi, ekspozimi i videos ende e bënte të ndihej e sikletosur dhe nuk ishte e sigurt për qëllimet e Eduardit. Por diçka në përullsinë e zërit të tij në telefon e bëri të pranonte takimin. Ata u takuan në një kafe pranë universitetit, një mjedis neutral dhe publik. Eduardi mbërriti në kohë, por duke i ndryshe, më pak arrogant, më i përullur. Filloi bisedën duke kërkuar falje të sinqertë për sjelljen në restorant, duke pranuar se ishte sjellë në mënyrë të pajustifikueshme dhe se videoja kishte qenë një pasqyrë e dhimbshme, por e nevojshme. Arta dëgjoi në heshtje, ende e kujdesshme, por duke pranuar se kishte diçka të sinqertë në qëndrimin e Eduardit. Ai pastaj shpjegoi për reflektimet që kishte bërë, vizitat në projektet sociale dhe idenë për të krijuar një fondacion për të mbështetur studentët e mjekësisë me të ardhurat të ulta. Por, më e rëndësishmja, shpjegoi se nuk donte të krijonte asgjë pa udhëzimin e njerëzve që i njihnin vërtet këto realitete. Eduardi bëri një propozim të papritur, do të dëshironte të aftonte Artën të ishte koordinatorja pedagogjike e fondacionit që synonte të krijonte. Ajo do të ishte përgjegjëse për të përcaktuar kriteret e përzgjedhjes së bursistëve, për të ndjekur zhvillimin e studentëve dhe për të garantuar se programi do të përgjigjej vërtet nevojave të njerëzve që synonte të ndihmonte. Arta u befasua nga propozimi. Ishte një mundësi për të ndikuar drejt për drejt në jetën e të rinjve të tjerë në situata të ngjashme me të saj, por gjithashtu nënkuptonte të punonte drejt për drejt me njeriu që ishte përpjekur ta poshtëronte publikisht. Tha se i duhej kohë për të menduar dhe se, nëse do të pranonte, do të ishte vetëm në kushte shumë specifike që do të garantonin seriozitetin dhe legjitimitetin e projektit. Eduardi u pajtua me të gjitha kushtet që Arta mund të impononte. Tha se e kuptonte hezitimin e saj dhe se do të respektonte çdo vendim që ajo do të merrte. Ajo që kishte rëndësi ishte që ajo ta dinte se ai kishte ndryshuar rrënjësisht dhe se donte të përdorte burimet e tij për të bërë një ndryshim të vërtetë në jetën e njerëzve si ajo. Biseda zgjati 2 orë dhe përfundoi me një mirëkuptim të ndërsjellë. Arta pranoi të mendonte për propozimin dhe të jepte një përgjigje brenda një jave. Eduardi u largua nga takimi duke ndjerë se kishte hedhur hapin e parë real drejt shpengimit, ndërsa Arta u gjend përballë një mundësie që mund të shumëfishonte ndikimin e historisë së saj të tejkalimit. Atë natë, të dy reflektuan se si një moment konfrontimi ishte shndërruar në një mundësi transformimi social. Arta bisedoi gjatë me Rozën për propozimin, duke peshuar rreziqet dhe përfitimet. Eduardi i telefonoi nënës së tij, duke i treguar për takimin dhe duke i kërkuar këshilla se si të vepronte në mënyrë etike dhe respektuese. Java që do të pasonte do të ishte vendimtare për të dy, duke përcaktuar nëse një moment poshtërimi mund të shndërrohej vërtet në një forcë për të mirën sociale, dhe nëse dy njerëz nga botë krejtësisht të ndryshme mund të punonin së bashku për të krijuar mundësi për të tjerët që përballeshin me të njëjtat vështirësi që Arta kishte tejkaluar. Arta kaloi 7 ditët në vijim në reflektim të thellë mbi propozimin e Eduardit.
bisedoi gjatë me Rosen, e cila fillimisht tregoi skepticizëm në lidhje me qëllimet e biznesmenit, por gradualisht filloi ta shihte mundësinë si një shans për artën që të shumëfishonte ndikimin e historisë së saj. Gjithashtu kërkoi këshill nga Durrës Malasi, i cili e njihte mirë botën akademike dhe mund të vlerësonte seriozitetin e propozimit nga një perspektivë institucionale. Durrës Malasi ishte i kujdesshëm, por optimist. Shpjegoi se kishte ndjekur disa projekte të përgjegjësisë sociale gjatë karrierës së tij dhe se ndryshimi gjithmonë qëndronte në pjesëmarrjen e sinqertë të njerëzve që i njihnin nga afër realitetet që synoheshin të transformoheshin. Fakti që Eduardi e kishte kërkuar artën për të udhëhequr projektin, në vend që thjesht të krijonte diçka dhe pastaj të kërkonte përfitues, tregonte një qasje më të pjekur dhe respektuese. Pas një jave reflektimi, Arta i telefonoi Eduardit dhe caktoi një takim të dytë. Këtë herë, ajo ishte e përgatitur me një listë kushtesh që i konsideronte të panegociueshme për pjesëmarrjen e saj në projekt. Eduardi e priti në të njëjtën kafe, duke treguar të njëjtën për ulësi si javën e kaluar, dhe dëgjoi me vëmendje se cilën nga kërkesat e artës. Kushtet ishin të qarta dhe të drejtë për drejta. Fondacioni duhet të ishte një entitet i pavarur me auditim të jashtëm vjetor, Arta do të kishte autonomi të plotë për të përcaktuar kriteret e përzgjedhjes dhe ndjekjes së bursistëve. Fokusi do të ishte ekskluzivisht të studentët e mjekësisë me të ardhurat të ulta me histori pune vullnetare ose angazhimi social, dhe Eduardi nuk mund ta përdorte projektin për vetë promovim ose marketing personal. Përveç kësaj, Arta këmbënguli që fondacioni të kishte një këshill konsultativ të formuar nga profesionistë të fushës sociale dhe arsimore, duke garantuar që vendimet nuk do të qëndronin të centralizuara vetëm te një person. Eduardi i pranoi të gjitha kushtet pa hezitim. Më shumë se kaq, sugjeroi që Arta të sillte njerëz të tjerë për të formuar këtë këshill konsultativ, duke përfshirë profesor të UT-s, profesionistë që punonin me përgjegjësi sociale dhe madje edhe njerëz nga komunitetet që do të përfitonin. Donte të garantonte se fondacioni do të ishte vërtet përfaqësues dhe efektiv. Në muajt në vijim, Arta u nda midis studimeve në universitet dhe strukturimit të fondacionit Digniteti, emër i zgjedhur në ndër të vlerës që kishte mbrojtur atë natë transformuese të Le Mirage. Eduardi siguroi një ndërtesë të veçantë për selinë e fondacionit, një shtëpi e rinovuar në lagjen e bllokut, afër universitetit, e cila u përshtat për të pritur student, për të mbajtur takime dhe për të ofruar hapësira studimi dhe shoqërimi. Procesi i parë i përzgjedhjes së fondacionit u zhvillua 6 muaj pas bisedës fillestare midis Artës dhe Eduardit. Më shumë se 500 aplikime u morën nga i gjithë vendi. Arta dhe ekipi i saj, i cili tashmë përfshinte 2 punonjës social, një psikologe dhe 2 profesor të UT-s, zhvilluan një proces rigoros që vlerësonte jo vetëm performancën akademike, por kryesisht historinë e angazhimit social dhe potencialin e ndikimit të ardhshëm të çdo kandidati. 20 bursistët e parë të përzgjedhur kishin histori që bënin një hon të trajektores së Artës. Të rinj nga periferitë e qyteteve të ndryshme, fëmijë të pastrueseve, sanitarëve, portierëve, shitësve ambulant, por të gjithë me një karakteristikë të përbashkët, kishin demonstruar, edhe me burime të kufizuara, një lloj angazhimi me komunitetet e tyre. Disa bënin punë vullnetare në kisha, të tjerë u mësonin fëmijëve në ujqë, disa organizonin fushata vaksinimi në lagje të varfra. Eduardi ndiqte zhvillimin e fondacionit me një përfshirje personale që habiti edhe Artën. Ai nuk kufizoi vetëm në ofrimin e burimeve financiare, merrte pjesë aktivisht në takime, njihte personalisht çdo bursist dhe historitë e tyre, dhe gradualisht zhvilloi një kuptim të sinqertë për realitetet sociale që më parë injoronte plotësisht. Ishte gjatë një prej këtyre takimeve që Eduardi njohu jetonin, një djalë 19 vjeçar nga Bathorja që ishte pranuar në mjeksi në UT pasi kishte studiuar në një kurs përgatitor komunitar të organizuar nga vullnetarë në një kishë. Historia e jetonit e preku thellë, djali punonte si picier që në moshën 15 vjeçare për të ndihmuar në mbajtjen e 3 vëllezërve më të vegjël, pasi babai kishte humbur punën në një fabrikë. Eduardi pate jetoni jo vetëm një tjetër përfitues të fondacionit, por një mësim të gjallë mbi vendosmërinë dhe sakrificën. I riu fliste për mjekësinë me të njëjtin pasion që Arta kishte demonstruar atë natë në restorant, por mbante mbi supe përgjegjësi familjare që Eduardi kur nuk e kishte imagjinuar se dikush kaq i ri mund t'i duronte. Paralelisht me aktivitetet e fondacionit, Eduardi po promovonte gjithashtu ndryshime të rëndësishme në kompanitë e tij.
Zbatoi politika për vlerësimin e punonjësve, krijoi programe të edukimit të vazhdueshëm për punonjësit e niveleve operative dhe themeloi komitete etike që garantonin trajtim të respektueshëm në të gjitha nivelet hierarkike. Le Mirage gjithashtu kaloi transformime të rëndësishme. Eduardi bleu aksione në restorant dhe punoi me administratën për të krijuar një mjedis pune më njerëzor dhe respektues. U zbatuan programe trajnimi për punonjësit, kushte më të mira pune dhe një politikë e rreth tolerance zero për çdo lloj mosrespektimi apo poshtërimi, pavarësisht statusit të klientit. Roza ndiqte transformimet në jetën e Artës me krenarin në rritje dhe, gradualisht, edhe jeta e saj filloi të ndryshonte. Bursa që Arta merrte I lejoi Rozës të zvogëlonte ngarkesën e saj të punës dhe pak nga pak, ajo arriti të dilte në pension me dinjitet. Për herë të parë në dekada, mundi të kujdesej për shëndetin e saj, të bënte ekzaminimet mjekësore që I kishte shtyrë për vite dhe madje të realizonte ëndra të vogla, si një kurs alfabetizimi për të rritur që gjithmonë e kishte dëshiruar. Vitet kaluan shpejt. Arta ju përkushtua plotësisht studimeve dhe aktiviteteve të fondacionit, duke I mbajtur gjithmonë notat e saj ndër më të mirat e klasës. Përvoja e saj unike, duke kombinuar ekselencën akademike, angazhimin social dhe leadershipin administrativ, e bënte atë një studente të jashtëzakonshme që tërhiqte vëmendjen e profesorëve dhe kolegëve. Gjatë vitit të 4 të fakultetit, Arta vendosi të specializohej në mjekësi sociale dhe shëndet familjar, një zgjedhje që habiti disa kolegë që prisnin që ajo të zgjidhte specializime më fitimprurëse. Por Arta e dinte saktësisht se ku donte t'i zbatonte njohuritë e saj, në komunitetet në nevojë që I njihte kaq mirë, duke ofruar kujdes mjekësor cilësor për njerëzit që, si familja e saj, gjithmonë kishin pasur vështirësi në aksesin ndaj shëndetit. Eduardi, nga ana tjetër, zbuloi një version të ri të vetes përmes punës së fondacionit. Takimet mujore me bursistët u bën momentet më të rëndësishme të agjendës së tij. Të dëgjonte historitë e tejkalimit të atyre të rinjve, të ndiqte arritjet e tyre akademike dhe të dëshmonte ndikimin që edukimi mjekësor po kishte në familjet dhe komunitetet e tyre I dha Eduardit një ndjenjë qëllimi që suksesi financiar nuk ja kishte ofruar kurrë. Fondacioni u rrit në mënyrë organike gjatë viteve. Në vitin e 3 të funksionimit, tashmë mbështeste 50 studentë të mjekësisë në universitetet publike të gjithë vendit. Në vitin e 4 u zgjerua edhe në rajon. Eduardi zbuloi se burimet e tij financiare, kur zbatoheshin me mençuri dhe për ulësi, mund të krijonin val transformimi që shtriheshin shumë përtej asaj që kishte imagjinuar. 5 vjet kishin kaluar që nga ajo natë transformuese te Le Mirage. Arta po diplomohej në mjekësi me nderime maksimale, duke u zgjedhur si folësja e klasës, një nder I rezervuar për studentin që përfaqësonte më së miri vlerat e profesionit të mjekut. Diplomimi I saj ishte një moment emocioni intensiv, jo vetëm për të dhe Rozën, por për të gjithë ekipin e fondacionit dhe 50 bursistët që e konsideronin Artën një mentore dhe frymëzim. Eduardi ishte I pranishëm në diplomim, I ulur në mënyrë diskrete në fund të auditorit, duke vëzhguar me krenarit të sinqert të rinj që ishte bërë shumë më tepër se një partnere pune, ishte bërë një nga njerëzit që respektonte më shumë në botë. Të shihte Artën duke marrë diplomën e mjekësisë ishte, për të, konfirmimi se realizimi I vërtet nuk vinte nga ajo që grumbullohej, por nga ajo që ndërtohej së bashku me të tjerët. Pas diplomimit, Arta u pranua në një program specializimi në mjekësi familjare dhe komunitare në të njëjtin qendër spitalore universitare ku kishte bërë punë vullnetare gjatë studimeve. Durrë Malasi, tani afër pensionit, e priti si specializante me të njëjtën krenari që do të ndjente për një bij. Roza ishte e pranishme në konsultën e parë që Arta bëri si mjeke specializante. Të shite të bien me bluzë të bardhë, me stetoskop në qafë, duke u kujdesur për një zonë të moshuar me të njëjtën butësi dhe respekt që ajo gjithmonë kishte ëndërruar të merrte. Ishte një moment që kristalizoi të gjitha luftërat dhe sakrificat e viteve të mëparshme. Eduardi vazhdoi të zgjeronte punën e tij sociale, por gjithmonë duke ruajtur parimet që Arta kishte vendosur që në fillim, për ulësi, transparencë dhe fokus I sinqert në transformimin social. Fondacioni Dinjiteti ishte bërë referencë kombëtare në mbështetjen e studentëve të mjekësisë me të ardhura të ulta, dhe modeli I tij po përsëritej nga biznesmen të tjerë në fusha të ndryshme. Por transformimi më I thellë kishte ndodhur në karakterin e vet Eduardit. Njeriu arrogant dhe I pandjeshëm që ishte përpjekur të poshtëronte një kameriere 5 vjet më parë I kishte lënë vendin dikujt që gjente qëllim dhe kënaqësi në ngritjen e të tjerëve.
Bizneset e tij vazhdonin të lulëzonin, por tani drejtoheshin me parime etike të forta dhe përgjegjësi sociale të sinqertë. Le Mirage gjithashtu ishte transformuar plotësisht. Restoranti vazhdonte të ishte një nga më të rafinuarit e Tiranës, por tani njihej jo vetëm për cilësinë e ushqimit, por edhe për mënyrën shembullore se si i trajtonte punonjësit e tij. Në hyrje të lokalit, një pllakë diskrete, por domethënë se mbante mesazhin që sintetizonte të gjithë transformimin: luksi i vërtet është respekti. Ajo pllakë kishte qenë ideja e artës, e miratuar me entuziazëm nga Eduardi. Sa herë që ai kalonte pranë restorantit, lexonte ato fjalë dhe kujtonte se si një ere guximtare kishte ndryshuar jo vetëm jetën e tij, por edhe kuptimin e tij themelor për atë që kishte vërtet rëndësi në ekzistencën njerëzore. Në festën e 5 vjetorit të fondacionit Digniteti, të mbajtur në vet Le Mirage në një natë të veçantë, më shumë se 100 njerëz u mblodhen për të festuar. Ishin të pranishëm të gjithë bursistët që fondacioni kishte mbështetur, shumë prej të cilëve tashmë të diplomuar dhe duke punuar si mjek në komunitetet e tyre të origjinës. Profesor të utës, profesionistë të fushës sociale, familjar të bursistëve dhe madje edhe disa nga ish kolegët e punës së artës nga restoranti morën pjesë në festë. Eduardi mbajti një fjalim emocionues duke folur se si ajo natë, 5 vjet më parë, kishte qenë momenti më i rëndësishëm i jetës së tij, jo sepse ishte poshtëruar publikisht, por sepse kishte gjetur një mësuese të papritur në formën e një kameriereje të re që i kishte mësuar atij kuptimin e vërtet të dinjitetit dhe vlerës njerëzore. Arta gjithashtu foli, duke ju drejtuar kryesisht bursistëve më të rinj. Tregoi historinë e saj të luftës, foli për rëndësinë e të mos harruarit kurrë të origjinës dhe përgjegjësive të tyre ndaj komuniteteve nga vinin. Kujtoi se mjekësia ishte një profesion shërbimi dhe se suksesi i vërtet i një mjeku nuk matet me prestigjin apo paratë e grumbulluara, por me jetët që arrin të prek dhe transformoj. Roza, tani me flokë krejtësisht të bardhë por me sy që shkëlqenin nga krenaria, vëzhgonte të bien duke folur para asaj audience dhe kujtonte të diellat kur ecnin nëpër kampusin e utës duke ëndërruar për atë moment. Të gjitha dhimbjet e shpinës, të gjitha mëngjeset e hershme duke u zgjuar para agimit, të gjitha sakrificat kishin vlejtur për të arritur deri aty. Jetoni, i riu nga bathorja që e kishte prekur kaq shumë Eduardin, tani ishte në vitin e 3 të mjekësisë dhe ishte përkushtuar një projekti të shëndetit komunitar në lagjen e tij. Ai përfaqësonte brezin e dytë të transformimit të frymëzuar nga ajo natë në restorant, një iri që kishte përfituar nga guximi i artës dhe tani përdorte mundësitë e tij për të përfituar të tjerët. Festa përfundoi me të gjithë të pranishmit dorë për dore në një rreth që përfshinte nga biznesmen të suksesshëm deri te pastruese dhe portier, prindër të bursistëve që kishin ardhur për të festuar arritjet e fëmijëve të tyre. Në atë moment, dallimet sociale dhe ekonomike dukeshin të parëndësishme përballë forcës së dinjitetit njerëzor që i bashkonte të gjithë. Në vitet që pasuan, historia e artës dhe Eduardit u bë pothuajse legjendare, e treguar dhe ritreguar si një shembull se si një moment guximi mund të gjenerojë transformime që shtrihen shumë përtej njerëzve të përfshirë drejt për drejt. U bën dokumentar, u shkruan libra dhe Fondacioni Digniteti u bë model për programe sociale në të gjithë vendin. Arta u bë një nga mjekët e familjes më të respektuara të Tiranës, e njohur jo vetëm për kompetencën e saj teknike, por edhe për mënyrën e humanizuar me të cilën kujdesej për pacientët e saj. Vazhdoi të koordinonte fondacionin edhe pasi u bë mjeke, sepse e kuptonte se roli i saj ishte më i madh se thjesht të ushtronte mjekësinë, ishte të krijonte mundësi që të tjerët të mund të ndiqnin trajektore të ngjashme. Eduardi kur nuk u kthye të ishte njeriu arrogant që kishte qenë para asaj nate. Bizneset e tij lulëzuan edhe më shumë pasi adoptoi praktika etike dhe përgjegjësi sociale të sinqertë, duke dëshmuar se suksesi financiar dhe vlerat njerëzore nuk ishin të papajtueshme. Ai u martua përsëri me një punonjëse sociale që e njohu gjatë punës së fondacionit dhe së bashku krijuan një familje të bazuar në parimet e respektit dhe dëmshurisë. Roza jetoi për të parë jo vetëm diplomimin e artës, por edhe bursistët e parë të fondacionit duke u diplomuar dhe duke u kthyer në komunitetet e tyre si mjek. Ajo ndërroi jetë në moshën 80 vjeçare, në paqe dhe e rrethuar me dashuri, duke e ditur se e kishte përmbushur misionin e saj për të rritur një bij që bënte ndryshim në botë. Le Mirage vazhdoi të ishte një nga restorantet më të njohura të Tiranës, por tani për arsye që shkonin përtej gastronomisë. U bë simbol i transformimit dhe shpengimit, një vend ku arroganca i kishte lënë vendin e respektit, ku pushteti kishte mësuar të përkulej para dinjitetit. Pllaka në hyrje të restorantit u bë një pikë pelegrinazhi për njerëz nga i gjithë vendi që vizitonin Tiranën.
Luksi I vërtet është respekti, fjalë të thjeshta që mbanin peshën e një mësimi të mësuar përmes guximit të një të reje që refuzoi të shiste dinjitetin e saj për çfarëdo çmimi. Arta doli në pension nga mjekësia në moshën 65 vjeçare, por kur nuk doli në pension nga fondacioni. Edhe në moshë të thyrë, vazhdonte të intervistonte kandidat, të ndiqte bursist dhe të garantonte se vlerat që I kishin dhënë jetë projektit nuk do të harroheshin apo shtrembëroheshin kurrë. Eduardi jetoi deri në moshën 80 vjeçare, I rrethuar nga dashuria e qindra mjekëve që kishin përfituar nga fondacioni dhe e konsideronin atë si një baba të dy. Vitet e tij të fundit Ju kushtuan plotësisht punës sociale, duke ja transferuar administrimin e bizneseve të tij profesionistëve kompetent që ndanin vlerat e tij. Historia e tyre dëshmoi se sado e thellë të jetë arroganca, gjithmonë ekziston një mundësi shpengimi kur takohet dikush mjaftueshëm guximtar për të treguar rrugën e dinjitetit. Tregoi se fisnikëria e vërtet nuk ka të bëjë me tituj apo para, por me guximin për të mbrojtur vlerat tona edhe kur gjithçka komploton që ne të përkulemi. Brezat e studentëve të mjekësisë vazhduan të përfitojnë nga fondacioni Dinjiteti, secili duke mbajtur me vete përgjegjësinë për të nderuar trashëgimin e guximit të lënë nga Arta Kovaçi. Kamerierja që I mësoi një vendi të tërë se dinjiteti është I panegociueshëm, guximi është transformues dhe fuqia e vërtet qëndron në frymëzimin e të tjerëve për të qëndruar në këmbë, edhe përballë atyre që përpiqen t'i bëjnë të gjunjëzohen. Të dashur dëgjues, shpresojmë që rrugëtimi I Artës dhe Eduardit të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Kjo histori tregon se secili prej nesh ka fuqinë të mbrojë dinjitetin e tij dhe të transformojë jetë përmes guximit. Nëse jeni prekur nga ky rrëfim I tejkalimit dhe transformimit, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë në zemër. Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më fisnike dhe guximtare të shpirtit njerëzor. Ndajeni këtë histori me dikë që ka nevojë të kujtojë se dinjiteti nuk ka kurrë çmim. Ju presim në episodin e ardhshëm, gjithmonë me histori që frymëzojnë, emocionojnë dhe transformojnë. Deri atëherë.